Qeveria teknike në zyrë, Sorro e Sorrolop nuk do ketë tokë Shqipërisë. Profesor, a pajtoni nëse bëhet Shqipëria etnike kryeministër me qenë Albin Kurti? Jo. Albin Kurti nuk i takon ai vendi. Unë jam gjithmonë me të rinë. Albin Kurti mua më ka ardhur kur ishte në moshë 17 vjeç. E më ka kërkuar një takim. Ka qenë me flok deri këtu, në Durrës. Jam takuar. Dhe më ka thënë që do bëjmë, po të bësh ti një parti, ta bëj dhe unë. Se ne kemi bërë me 2001 këtë parti. Po nuk kemi hyrë në fuqi, se ishte firmosë për 32 vjetë të rritë kështu. E bëm me gjyq të rregull. I thash Kurti, je djalë i ri, ndryshoj politikën me grupin që ti je. Ai nuk e them kot. Mua vje keq që është shqiptar. Pse jo, është e rëndë. Edhe qoftë jetë e tij të rroj 100.000 vjet. Pse të vjen keq që është shqiptar? Por profesor. Vjen keq sepse ai është bashkëpunëtor i Serbit. Janë akuzat të rënda për kryeministin. Nuk janë akuzat të rënda sepse Amerika nuk thot kot që nuk e do Kurtin. A keni fakte që Amerika nuk e do Kurtin? Sa herë vete e thot hapur publikisht mos votoni për Kurtin. Edhe unë kam thënë, nëse Kurti të tëra përshëndetësit që i ka bërë, unë ja falë, po të veri këtë flamur në zyrët, unë ja kam thënë Kurtit edhe e di mirë, që kur ishte. Nga i deni që është bashkëpunëtori i Serbisë, profesor, se janë akuzat të rënda. No, se janë akuzat të rënda, këta e ka thënë edhe Ramushi Haradina. Kush? Ramushi e ka thënë. Ramushi është një patriot i Kosovës, ka 2 veta të vrarë. Ramushi Haradina i quhet. Ramushi Haradina, pavarësisht se në Kosovë është përhapur propaganda se ka vjedhur Ramushi, Thaçi, tjetri. Zotni, ti je gazetar. Vjedh qofse ti vjedh, laje në vendin tënd. Fshatar. Jon Haug. Urdhë? Jon Haug, mirë ki, kitë dhe. Qytetar, laje. Po s'mund t'i thuash një personi që ka 2 të vrarë, ti thuash spioni i Serbit. Se s'është spioni i Serbit. Se unë i di fare mirë. Po dhe Albini ka mojtë borg, nuk është spioni? No. Ka mojtë borg në Serbi? Edhe nuk desha ta thoshe për një që për të vdekur ikë duaj që ka bërë 20 vjet burg, po si që shqiptar. Kush është ai? Nuk po e them, ti e di mirë, ka vdekur ka ca vite, që ka bërë më shumë burg në Serbi, po ai ka qenë puro sërb. Pra duhet dish një zotni. Në goditjen e Serbisë, Clintoni ka qenë president. Si që ka thënë, Amerika bën përgatitje sot për 100 vjetë. Ishte përgatitur që t'i binte Serbisë. E përgatitje merë Thaçin, Albright, e mbate si fëmijë Thaçin. A do lirohet Thaçi me që jemi te krerët e UÇK? Do lirojnë të 4 do vinë. Se më thoni një diçka shumë interesante gjatë biseda private, do lirohet brenda këtij mundi. Jo do lirojnë, ne kemi dërguar jo si parti, unë nuk jam parti këtu zoti. Unë quhem Shpresa e Kombit, po e vum emrin parti, se në kushtetutën e këtyre sërbe, se kjo është kushtetutë sërbe, që është në Shqipëri, 7501 të hysh në burg ti për një cigare, kurse ti vjedh miliona, rrim në shtëpi. Pra, e vum emrin parti se Dulce Gjukata. Dhe kur e kam bërë unë, jam i vetmi ti e pe hartën para derës. Leta veri një parti tjetër, ambasadat vednja grisin. Po këtu është Amerika, kjo dera këtu. Këtu është Pilinqi edhe Amerika. Leta provojnë. Pra, të dalim aty dhe Kurti. Pra, kur u godit Serbia, Clintoni s'dinte gjë fare. Kur lexonte letër, Clintoni kishte 8 orë që bombardoshe Beogradi. Ishte përgatitur. UÇK-ja erdhi. Luftovi të shpëtonte fëmijët e vetë. Se Kosovës i ngjau teksolisht shqiptar, i ngjau si qamëria. E vërtet. Po ishim tek presidenti Hashim Thaçi, do lirohet thonë brenda. Po jo vetëm ai, të 4. Po nga e diti. Po nga e di unë kemi dërguar letër zyrtare. Jo si parti, ta thash një herë, si misionin që kam unë. Edhe po thotë që brenda këtij viti do të lirohet? Edhe na kthen përgjigje që do lirohet. Brenda këtij viti po thotë? Unë them a këtë brenda këtij muajit, a 15 muaj që të vi. Po unë them brenda këtij muajit.
Se kjo është qëllë, se ju keni përzgjedhje, prap do bëni, edhe njerë. Edhe njerë do bëjë zgjedhje. Po a i flamur, Kosova nuk ka zgjedhje. O zotni, ti je shqiptare, apo? Po, absolutisht. E pranon atë flamur që ka në zyrë kryeministria? Se pranon. A i ke shguar rrugët e Kosovës janë ka flamur shqiptar?